Përshëndetje. Halleluja, Zotit ton Jezus, halleluja. Ta adhurojmë o Zot, të bekojmë emrin tënd të shenjtë. Ti je shpëtimtari i shpirtit ton. Faleminderit Zot për gjithçka që ke bërë për gjithë secilin nga ne. Faleminderit që na dhe jetë Zot. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, sa bekim janë këto këngë, të adhurojmë Jezusin, falenderojmë Zotin për këto krime kaq të bukura të kishës online, që ne bekojmë duke adhuruar Zotin së bashku. Halleluja. Mirë se erdhët pra motra dhe vëllezër, ja ku takojmë sërish për të lexuar nga Bibla. Përshëndetje Marko, bekime. Mirë se erdhe. Halleluja. Është kaq bekim që të mblidhemi së bashku dhe të lexojmë nga fjala e Zotit dhe të bekohemi. Mirëmbrëma Erviz, bekime. Të lexojmë, të mësojmë nga fjala e Zotit. Është udhëheqësi ynë, është udhëzuesi ynë gjatë jetës, gjatë përditshmërisë tonë. Nuk ka një vend më të bekuar se sa të shkojmë pranë Perëndis nëpërmjet fjalës së Tij, nëpërmjet Biblës. Zoti na ka dhënë fjalën e Tij, Biblën, për të komunikuar me të. Albina, mirë se erdhe motër, Zoti të bekoft, paqja dhe gëzimi i Zotit të mbushë jetën tuaja. Prezenca e Perëndis të jetë me ju, t'ju vizitoj tani dhe në çdo moment jetës tuaj. Halleluja. I fillojmë së bashku me një lutje. Atë qellor, faleminderit që fjala jote Zot është e gjallë dhe fuqishme, dhe që sot na thret të shikojmë dorën tënde dhe në kohët e vështira. Teksa hapim shkrimet, tek Zanafilla 41, kapitulli 41, kapitulli 42, 43 dhe 44, të lutemi që të hapësh dhe zemrat tona. Na ndihmo të shikojmë urtësinë tënde në kohën e pritjes, dorën tënde në kohën e sprovës dhe hirin tënd në kohën e pajtimit. Na mëso të besojmë se ti e kthen burgun në pallat, urinë në bekim dhe fajin në pendes. Në emrin e Jezus Krishtit ne lutemi dhe themi amen. E dira mirë se erdhe motër, Zoti të bekoft, paqja dhe gëzimi i Zotit me ty, në familjen tënde. Është kaq gëzim të jemi së bashku. Çdo masdite të bekohemi me fjalën e Zotit dhe fillojmë tani së bashku të lexojmë
Nga Zanafilla, kapitulli 41, Jozefi shpjegon ëndrat e faraonit. Por ndodhi që pas 2 vitesh të plota, faraoni pa një ëndër, ai ndodhi pranë një lumi. Dhe ja, që ndërsa po ngjiten nga lumi 7 lopë të hishme e të majme që nisën të kullosnin në përzungthe. Pas atyre u ngjitën nga lumi 7 lopë të tjera të shëmtuara dhe të dobta dhe u ndalën pranë të parave në bregun e lumit. Tani lopët e shëmtuara dhe të dobta hëngrën lopët e hishme dhe të majme. Pastaj faraoni u zgjua, më pas e zuri gjumi përsëri dhe pa një ëndër të dytë. Dhe ja, 7 kallin të trashë dhe të bukur dilnin nga një kërcell i vetëm. Pastaj, ja 7 kallin të hollë dhe të tharë nga era lindore që mbinin pas tyre. Dhe kallin të hollë gëlltitën 7 kallin të trashë dhe të plotë. Atëherë faraoni u zgjua dhe ja ishte në ëndër. Luiza Mirëser dhe Motor Zoti të bekoft, jemi së bashku duke lexuar nga Bibla, tek Zanafilla, kapitulli 41, jemi në vargun 8. Jemi duke folur, duke lexuar pjesën kur faraoni është duke parë ëndrrën. Në mëngjes, shpirti i tij që i trazuar dhe dërgoi dhe thirritën magjistarët dhe të diturit e Egjiptit. Pastaj faraoni u tregoi ëndrrën e tij, por asnjëri prej tyre nuk që në gjendje ta interpretonte ëndrrën faraonit. Atëherë kryekumbajtësi i foli faraonit duke i thënë: "Sot kujtoj gabimet e mia." Faraoni ishte zëmëruar me shërbëtorët e tij dhe më kishte futur në burg në shtëpinë e kreut të rojeve, mua dhe krye bukpjeksin. Po atë natë unë dhe ai pam një ëndër, secili pa një ëndër që kishte kuptimin e tij. Me ne ishte edhe një hebrej i ri, shërbëtor i kreut të rojeve. Atij i treguam ëndrët tona dhe ai na interpretoi duke i thënë secilin interpretimin e ëndrës së tij. Dhe gjërat u zhvilluan pikërisht sipas interpretimit që na kishte dhënë ai. Faraoni më rivendosi në detyrën time dhe e vari tjetrin. Atëherë faraoni dërgoi ta thrasin Jozefin që e nxorrën menjëherë nga burgu nëntoksor, kështu ai u rrua, ndroi rrobat dhe erdhi te faraoni. Dhe faraoni i tha Jozefit: "Kam parë një ëndër dhe askush nuk është në gjendje ta interpretojë, por kam dëgjuar për ty se kur ke dëgjuar një ëndër, je në gjendje ta interpretosh." Nesti Mirëser dhe Zoti të bekoft, jemi duke lexuar nga Bibla, jemi tek kapitulli 41 i Zanafillës, jemi në vargun 16. Jozefi u përgjigj faraonit duke i thënë: "Nuk jam unë, por Perëndia do t'i jap një përgjigje për të mirën e faraonit." Atëherë faraoni tha Jozefit: "Ja, në ëndrrët time unë rria në bregun e lumit, kur u ngjitën nga lumi 7 lopë të majme dhe të hishme që nisën të kullosin në përzungthe. Pas tyre u ngjitën 7 lopë të tjera të dobta, shumë të shëmtuara dhe thatime. Lopë të tilla aq të shëmtuara nuk kisha parë kurrë në të gjithë shtetin e Egjiptit. Dhe lopët e dobta dhe të shëmtuara i hëngrën të 7 lopët e majme. Por edhe pasi hëngrën, asnjëri nuk mund të dallonte që i kishin ngrënë, sepse ato ishin të shëmtuara si më parë. Kështu u zgjova. Pastaj pash në ëndrrën time 7 kallin që dilin nga një kërcell i vetëm, të plot dhe të bukur. Dhe ja 7 kallin të tjerë të fishkur, të hollë dhe të tharë nga era lindore që mbinin pas të parve. Pastaj 7 kallin të hollë gëlltitën 7 kallin të bukur. Këtë gjë u tregova magjistarëve, por asnjëri prej tyre nuk qenë në gjendje të më jepte një shpjegim. Atëherë Jozefi tha faraonit: "Ëndrat e faraonit janë një ëndër e vetme, një ëndër e njëjtë. Perëndia i tregoi faraonit atë që po gatitet të bëj. 7 lopët e bukura janë 7 vite dhe 7 kallint e bukur janë 7 vite. Është e njëjta ëndër. Edhe 7 lopët e dobta dhe të shëmtuara që ngjiteshin pas tyre janë 7 vite. Edhe 7 kallint bosh dhe të tharë nga era lindore janë 7 vite zi e bukur." Këto janë ato që i than faraonit. Perëndia i tregoi faraonit atë që po përgatitet të bëj. Ja, po vinë 7 vite bollëku të madh në tërë vendin e Egjiptit. Por pas këtyre 7 viteve do të vinë 7 vite zi e buke dhe gjitha i bollëk do të harrohet në vendin e Egjiptit dhe zia do ta ligështoj vendin. Dhe në vend nuk do ta kujtojnë më bollëkun e mëparshëm për shkak të zisë së bukës që do të vijë, sepse kjo do të jetë shumë e rëndë.
Fakti që kjo ëndër i është shfaqur faraonit 2 herë do të thotë që këtë vendim e ka marrë Perëndia dhe Perëndia do të bëjë që të ndodhë shpejt. Prandaj faraoni të kërkojë një njeri të zgjuar dhe të urtë dhe të caktojë në kryet e Egjiptit. Faraoni duhet të veprojë kështu, të emërojë në vend mbikëqyrës për të mbledhur 1/5 e prodhimeve të vendit të Egjiptit gjatë 7 viteve të bollokut. Ata të grumbullojnë të gjitha ushqimet e këtyre viteve të mbara, që po vinë dhe të grumbullojnë grurin nën autoritetin e faraonit dhe të ruajnë për furnizimin e qyteteve. Këto ushqime do të jenë një rezervë për vendin në parashikim të 7 viteve të zisë së bukës që do të bjerë në vendin e Egjiptit, kështu vendi nuk do të humbas nga zia. Kjo gjë i pëlqeu faraonit dhe gjithë në punësve të tij. Dhe faraoni u tha në punësve të tij: "A mund të gjejmë një njeri si ky, tek i cili të gjendet fryma e Perëndisë?" Atëherë faraoni tha Jozefit: "Meqense Perëndia të bëri të dish këto gjëra, nuk ka asnjëri të zgjuar dhe të ditur sa ti. Ti do t'jesh mbi shtëpinë time dhe i tërë populli im do t'u bindet urdhrave të tua. Vetëm për Fronin unë do t'jem më i madh se ti." Faraoni tha Jozefit: "Shiko, unë të emëroj mbi gjithë shtetin e Egjiptit." Pastaj faraoni hoqi unazën e tij nga dora vet dhe ja vuri në dorë Jozefit. E veshi me rroba krejt prej liri dhe i vari në qafë një gjerdan të artë. E jepi pastaj në karron e tij të dytë dhe para tij thërrisnin në gjunjë. Kështu faraoni e vendosi mbi tërë shtetin e Egjiptit. Veç kësaj faraoni tha Jozefit: "Faraoni jam unë, por pa ty asnjëri nuk ka për të ngritur dorën ose këmbën në tërë shtetin e Egjiptit." Dhe faraoni e quajti Jozefin me emrin Cofnath Paneah dhe i dha për grua Asenathin të bijën e Potiferahut Priftionit, dhe Jozefi u nis për të vizituar shtetin e Egjiptit. Tani Jozefi ishte 30 vjeç kur u paraqit para faraonit, mbretit të Egjiptit. Pastaj Jozefi u largua nga faraoni dhe i ra anemban e Egjiptit. Gjatë 7 viteve të bollokut, toka prodhoi shumë. Dhe Jozefi grumbulloi tërë ushqimet në vendin e Egjiptit gjatë atyre 7 viteve dhe i vendosi nëpër qytet, në çdo qytet vendosi ushqimet e territorit përreth. Kështu Jozefi grumbulloi grur si rëra e detit, aq shumë sa pushoi së mbajtri llogari, sepse sasia e grurit ishte e pa llogaritshme. Përshëndetje vllai i liri, bekime. Para se të vinte viti zis, Jozefit i lindën 2 fëmijë që Asenathi e bija e Potiferahut Priftionit i lindi. Jozefi e quajti të paralindurin Manasi, sepse tha: "Perëndia bëri që të harroj çdo shqetësim timin dhe tërë shtëpinë e atit tim." Të dytit i vuri emrin Efraim, sepse tha: "Perëndia më ka bërë frut dhënës në vendin e pikëllimit tim." 7 vitet e bollokut që qenë në shtetin e Egjiptit morën fund. Dhe filluan 7 vitet e zis, ashtu si kishte thënë Jozefi, kishte mungesë ushqimesh në të tëra vendet, por në tërë vendin e Egjiptit kishte bukë. Pastaj tërë vendi i Egjiptit filloi të vuajë nga uria dhe populli ngriti zërin për të kërkuar bukë faraonit. Atëherë faraoni u tha tërë egjiptatëve: "Shkoni tek Jozefi dhe bëni si t'ju thot ai." Zia ishte përhapur mbi sipërfaqen e tërë vendit dhe Jozefi hapi tërë depot dhe u shiti grur egjiptasve, por zia u bë më e rëndë në vendin e Egjiptit. Kështu njerëzit e të gjitha vendeve vinin në Egjipt te Jozefi për të blerë grur, sepse zia qeshtuar mbi tërë tokën. Pra ky ishte kapitulli 41 i Zanafillës. Tani ta shikojmë pak vargun kyç, ta studiojmë pak këtë varg së bashku. Të shikojmë vargun kyç, i cili është vargu 16. Nuk varet nga unë, Perëndia do t'i jap faraonit një përgjigje paqe. Është përgjigja që i kthen Jozefi faraonit. Përmbledhja e kapitullit 41 të Zanafillës është kjo. Në këtë kapitull shënohet një kthesë e madhe në jetën e Jozefit.
Pas 2 vitesh në burg, Jozefi thirret përpara faraonit për të shpjeguar ëndrat. Ai nuk merr lavdi për veten, por e drejton gjithë nderin tek Perëndia. Zoti i jep urtësi për të shpjeguar ëndrat dhe mençuri për të këshilluar faraonin. Nga i burgosur, Jozefi bëhet drejtues i gjithë Egjiptit. Perëndia e kthen pritjen e gjatë në një bekim të madh. Lavdi i Zotit. Shohim 4 mësimet nga kapitulli 41 Zanafillës. Së pari, mësimi i parë, koha e Perëndisë është gjithmonë e përsosur. Ajo që duke i vones ishte përgatitje, pra gjatë gjithë kësaj kohe Jozefi u përgatit. Që ishte skllav, që ishte në shtëpinë e faraonit duke shërbyer, që ishte në burg, në gjithë të kohë ai u përgatit, u forcua në karakter dhe në gjithë shka. Mësimi 2, lavdia i përket Perëndisë. Jozefi nuk e përdori dhuntin për veten, por për të nderuar Zotin. Mësimi i 3, që nxjerrim nga kapitulli 41, besnikëria në të vogla sjell përgjegjësi më të mëdha. Jozefi ishte besnik në burg dhe Zoti e ngriti në pallatin e faraonit. Amen. Mësimi 4, Perëndia përgatit zgjidhjen përpara krizës. Zoti dha urtësi për kohën e bollokut, që populli të përballonte kohën e urisë. Pra gjithë kohën e bollokut, urtësia që ishte mbi Jozefin bëri që ata të mblidhnin në të gjitha të pricat edhe t'i kishin në rezervat për kohën e urisë. Lavdi Zotit për zbulesat edhe për përgatitjen që i jep njerëzve që të kalojnë kohën e zis. Amen. Lavdi Zotit. Zoti të thotë që Zoti është Zoti i kohërave. Tani u ftoj së bashku në një lutje medituese për këtë kapitull 41. O Zoti i urtësisë dhe i kohës së përsosur, faleminderit që ti sheh për teja saj që shohim ne. Na ndihmo të presim pa u lodhur, të qëndrojmë besnik edhe kur nuk shikojmë rezultat. Dhe të t'japim ty të gjithë lavdin kur vjen çasti i ngritjes. Na jep urtësi për ditët e bollokut dhe besim për ditët e vështira. Lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. Tani shkojmë së bashku në kapitullin 42 të Zanafillës. Bitë e Jakobit të dërguar në Egjipt njihen nga Jozefi. Por Jakobi, mbasi mësoi se në Egjipt kishte grur, u tha bijve të tij: "Pse shikoni njëri tjetrin?" Pastaj tha: "Ja, dëgjova se në Egjipt ka grur. Shkoni atje poshtë për të bler grur për ne që të mund të jetojmë dhe të mos të vdesim." Kështu, 10 vëllezërit e Jozefit zbritën në Egjipt për të bler grur. Por Jakobi nuk e dërgoi Benjaminin, vëllain e Jozefit, me vëllezërit e tij, sepse thoshte të mos e ngjas në një fatkeqësi. Bitë e Izraelit arritën aty pra për të bler grur në mes të ardhurët të tjerë, sepse në vendin e Kananeve mbizotëronte Zia. Jozefi ishte qeveritari i vendit, ai ushqiste grur të njerëzve të vendit dhe vëllezërit e Jozefit erdhën dhe u kurorën përpara tij me fytyrë për tokë. Jozefi pa vëllezërit e tij dhe i njohu, por u soll me ta si një huaj dhe përdori fjalë të ashpra me ta duke u thënë: "Nga vini?" Ata u përgjigjen: "Nga vendi i Kananit për të bler ushqime." Kështu Jozefi njohu vëllezërit e tij, por ata nuk e njohën atë. Atëherë Jozefit ju kujtuan ëndrat që kishte parë rreth tyre dhe tha: "Ju jeni spion, keni ardhur këtu për të parë pikat e pambrojtura të vendit." Ata ju përgjigjen: "Jo, zotëria im, shërbëtorët e tu kanë ardhur për të bler ushqime. Jemi të gjithë bitë të njëjtit njeri, jemi njerëz të ndershëm, shërbëtorët e tu nuk janë spion." Por ai u tha atyre: "Jo, ju keni ardhur për të parë pikat e pambrojtura të vendit." Atëherë ata thanë: "Ne shërbëtorët e tu jemi 12 vëllezër, bitë të njëjtit njeri nga vendi i Kananit, dhe ja, pra më i riu është sot me atin ton dhe njëri prej tyre nuk është më." Por Jozefi u tha atyre: "Çështja qëndron ashtu si ju thash, ju jeni spion. Ja,
si do të vini në provë. Ashtu siç është e vërtet që faraoni i ron, ju nuk do të dilni këtej para se vllai juaj më i vogël të vijë këtu. Dërgoni njërin prej jush ta marrë vëllain tuaj dhe ju do të qëndroni këtu në burg që fjalët tuaja të provohen dhe të shihet nëse thoni të vërtetën. Për ndryshe ashtu siç është e vërtet që faraoni jeton, ju jeni spion. Kështu i futi bashkë në burg për 3 ditë. Ditën e tretë Jozefi u tha atyre: "Bëni këtë dhe do të jetoni, unë kam frikë nga Perëndia. Në rast se jeni njerëz të ndershëm, njëri nga vëllezërit të ri lidhur me zinxhir në burgun ton, dhe ju shkoni t'i çoni gur familjarëve tuaj që vdesin urrje. Pastaj më sillni vllain tuaj më të vogël, kështu do të vërtetohen fjalët tuaja dhe ju nuk keni për të vdekur." Dhe ata vepruan kështu. Atëri thoshin njëri tjetrit: "Ne jemi me të vërtet fajtor nga vllai ton, sepse e pam ankthin e shpirtit të tij kur ai na lutej, por nuk ja vum veshin. Jap se na ra kjo fatkeqësi." Rubeni u përgjigj atyre duke thënë: "A nuk ju thosha unë mos e kryeni këtë mëkat kundër fëmijës, por ju nuk më dëgjuat, prandaj tani na kërkohet llogari për gjakun e tij." Ata nuk e dinin se Jozefi kuptonte, sepse midis tij dhe atyre kishte një përkthyes. Atëherë ai u largua nga ata dhe qau. Pastaj u kthye pranë tyre dhe foli. Mori Simeonin dhe vuri ta lindin me zinxhir përpara syve të tyre. Pastaj Jozefi urdhëroi të mbushnin me grur thasët e tyre, të vendosnin paratë e secilit në trastat e tij dhe t'i jepnin ushqime për udhëtimin dhe kështu u bë. Ata ngarkuan pra grurin mbi komarët e tyre dhe u larguan. Tani në vendin ku po kalonin natën, njëri prej tyre hapi trastën e vet për t'i dhënë ushqim komarit të tij dhe pa aty brenda paratë e veta që ishin në gryk të trastës. Kështu ju drejtua vëllezërve të tij: "Paratë e mia mu rikthyen janë në trastën time." Atëherë zemërvrar dhe të trembur i thoshin njëri tjetrit: "Ç'është vallë kjo që na bëri Perëndia?" Kështu arritën te Jakobi ahdi tyre në vendin e Kananit dhe i treguan të gjitha ato që kishin ndodhur, duke thënë: "Njeriu që është zoti i vendit na foli ashpër dhe na trajtoi si spion të vendit. Dhe ne i tham: jemi njerëz të ndershëm, nuk jemi spion. Jemi 12 vëllezër, bitë atit ton, njëri nuk është më dhe më i riu ndodhet sot me atin ton në vendin e Kananit. Por ai njeri, zoti i vendit na tha: nga kjo do t'ju provoj nëse ne jeni njerëz të ndershëm. Lini pranë meje njërin prej vëllezërve tuaj, merrni me vete ushqime për familjen tuaj që po vdes nga uria dhe shkoni. Pastaj më sillni vllain tuaj më të vogël, kështu do të provoj që nuk jeni spion, por njerëz të ndershëm. Unë do t'u kthej vllain tuaj dhe ju do të keni mundësi të bëni tregti këtu." Ndërsa ata po zbrazin trastat e tyre, ja që pakut e parave të secilit ishin në trastën e secilit. Kështu ata dhe ati i tyre i pan pakat e parave të tyre dhe i zuri frika. Atëherë Jakobi ati i tyre tha: "Ju më keni lënë pa bitë e mi. Jozefi nuk është më, Simeoni nuk është më, dhe doni të më hiqni dhe Benjaminin, e tërë kjo rëndon mbi mua." Rubeni tha të atit: "Po nuk ta ktheva, urdhëro të vriten 2 bitë e mi, beso ma mua dhe unë do të ta kthej." Por Jakobi u përgjigj: "Biri im nuk ka për të zbritur me ju, sepse vllai i tij vdiq dhe mbeti vetëm ky. Po t'i ndodh ndonjë fatkeqësi gjatë udhëtimit, do të kallni në varr pleqërinë time të dhimbshme." Ky pra ishte kapitulli 42 i Zanafillës, që lexohen së bashku. Të meditojmë duke e përtypur këtë ushqim, duke nxjerrë mësimet nga gjithë ky kapitull, nga kapitulli 42. Shohim vargun kyç, është vargu 21. Me të vërtet jemi fajtor për vllain ton. Kur janë duke biseduar me njëri tjetrin vëllezërit e Jozefit. Në këtë kapitull shohim që uria i çon vëllezërit e Jozefit në Egjipt për të blerë ushqim. Ata përballen me Jozefin, por nuk e njohin, dhe Jozefi vuri në provë jo për akmarrje, por për të zgjuar ndërgjegjen dhe pendesën e tyre. Për herë të parë vëllezërit pranojnë fajin e së kaluarës. Ndërgjegja e zgjuar bëhet hapi i parë drejt shërimit dhe pajtimit.
Amen, po mirë dita motër e randa, bekime për të gjithë, po të gjithë i bekojmë në emrin e Jezus Krishtit, edhe ty të bekojmë në motër, mirë se erdhe. Jemi duke bërë për mbledhjen, edhe 4 mësimet që nxjerrim nga kapitulli 42 Zanafillës. Mësimi i parë është e kaluara e pazgjidhur kthehet për të përballur. Mëkati i fshehur nuk zhduket, ai pret momentin për t'u zbuluar. Mëkati që ata kishin fshehur, që kishin shitur vllajën e tyre dhe thanë që ai ka vdekur, tani ju rikthye. Mësimi i dytë. Pendesa e vërtet fillon me pranimin e fajit. Vëllezërit nuk fajsojnë rrethanat, por e pranojnë përgjegjësinë për fajin që kishin bërë vite më përpara. Mësimi i tretë. Perëndia përdor sprovat për të shëruar zemrën. Vështirësitë nuk janë gjithmonë dëshkim, shpesh janë mjet shërimi për të nxjerrë në pa mëkatet edhe prapësitë tona dhe për t'i hequr nga ne. Amen, lavdi Zotit, si në këtë rast. Dhe mësimi i katërt, hiri i Perëndis punon edhe kur ne nuk e kuptojmë. Jozefi po vepronte me dashuri të fshehur, edhe pse vëllezërit nuk e shihnin ende. Tani bëjmë së bashku një lutje medituese rreth këtij kapitulli dhe vazhdojmë të lexojmë kapitullin në vazhdim. O Zoti i mëshirshëm, faleminderit që na thërret të përballemi me të vërtetën, jo për të na shkatëruar, por për të na shëruar. Na je guxim të pranojmë fajin me zemër të penduar dhe besimi se hyri yt është më i madh se sa e kaluara jon. Të lutem Perëndi, pastore ndërgjegjen tonë dhe na udhëhiq drejt pajtimit dhe paqes. Ne lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. Tani hapim Biblat në kapitullin 43 të Zanafillës së bashku. Jakobi pranon me dhimbje nisjen e Benjaminit. Por zia ishte e madhe në vend, dhe kur mbaruan së ngrëni grurin që kishin sjell nga Egjipti, i ati u tha atyre: "Ktheuni për ta bler pak ushqime." Por Juda ju përgjigj duke thënë: "Ai njeri na ka paralajmëruar haptas duke thënë: Nuk keni për ta parë fytyrën time në qoftë se vllai juaj nuk do të jetë me ju. Në qoftë se ti e nis vllain me ne do të zbresim dhe do të blejmë ushqime. Por nëse nuk e nis, ne nuk kemi për të zbritur, sepse ai njeri na tha: Nuk keni për ta parë fytyrën time në rast se vllai juaj nuk do të jetë me ju." Atëherë Izraeli tha: "Pse më dhat këtë dhimbje?" duke i thënë atij njeriu se e kishit dhe një vëlla tjetër. Ata ju përgjigjen: "Ai njeri na pyeti me shumë kujdes për ne dhe farefisin ton, duke thënë: Gjallë është ende ati juaj, keni ndonjë vëlla tjetër?" Dhe ne u përgjigjëm në bazë të këtyre pyetjeve të tij. Ku të na shkonte në mendje se ai do të na thoshte: "Silleni këtu vllan tuaj." Pastaj Juda i tha Izraelit atit të tij: "Lëre fëmijën të vijë me mua, dhe do të çohemi dhe do të shkojmë në mënyrë që të rrojmë dhe jo të vdesim, si ne ashtu ti dhe të vegjëlit tanë. Unë bëhem garant për të dhe do t'i kërkosh llogari dorësime për të. Në rast se nuk e rikthej dhe nuk e vë përpara te, do t'jem fator përpara te për gjithnjë. Po të mos ishim vonuar, në këto orë do të ishim kthyer për të dytën herë." Atëherë Izraeli ati tyre u tha: "Po t'jetë ashtu, veproni në këtë mënyrë. Merrni në trastat tuaja disa nga prodhimet më të mira të vendit dhe çojani atij njeriu një dhuratë, pak balsam. Merrni me vete 2 fishën e parave dhe kthejani paratë që u vu në grykën e trastave tuaja, ndoshta ka qenë ndonjë gabim. Merrni edhe vllan tuaj dhe çohuni dhe kthehuni tek ai njeri. Dhe Perëndia i plotfuqishëm do të bëjë të gjeni hir pranë atij njeriu, kështu që ai të liroj vllan tjetër tuajin dhe Benjaminin, sa për mua po tjetë se duhet të mbetem pa bitë e mia, ashtu qoftë." Ata pra morën me vete dhuratën si dhe 2 fishën e parave dhe Benjaminin u ngritën dhe zbritën në Egjipt dhe u paraqitën para Jozefit. Kur Jozefi pa Benjaminin bashkë me ta, i tha kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij: "Çoj këta njerëz në shtëpi, therr një kafshë dhe përgatit një banket, sepse ata do të hanë drek bashkë me mua." Dhe ai bëri ashtu siç urdhëroi Jozefi dhe i çoi në shtëpinë e Jozefit.
Por ata u trembën për shkak se I kishin çuar në shtëpinë e Jozefit dhe thanë, na sollën këtu për shkak të atyre parave që na vunë në trasta të parën herë për të gjetur një shkas kundër nesh, për të sulur mbi ne dhe për të na zënë sklever bashkë me gomarët tanë. Pasi u afruan kryeshërbëtorit të shtëpisë së Jozefit, folën me të dera e shtëpisë dhe thanë, zotëria im, ne zbritëm në të vërtet herën e parë këtu për të blerë ushqime, dhe ndodhi që kur arritëm në vendin ku kaluam natën, hapëm trastat dhe ja, paratë e secilit prej nesh ndodheshin në gryk të trastës së vet. Paratë tona me peshën e tyre të saktë, tani kemi sjellë me vete. Dhe kemi sjellë me vete paratë të tjera për të blerë ushqime, se ne nuk e dim kush mund t'i ketë vënë paratë tona në trastat tona. Por ai tha, qetësoni, mos u trëpni, Perëndia juaj dhe Perëndia atit tuaj ka vënë një thesar në trastat tuaja. Unë I pata paratë tuaja, pastaj u solli Simeonin. Ai njeri I futi në shtëpinë e Jozefit, u dha ujë që të lanin këmbët dhe ushqim për gomerët e tyre. Atëherë ata përgatitën dhuratën duke pritur që Jozefi të vinte në mesditë, sepse kishin dëgjuar që do të rrinin për të ngrënë në atë vend. Kur Jozefi arriti në shtëpi, ata I paraqitën dhuratën që kishin sjellë me vete në shtëpi dhe u përulën përpara tij deri në tokë. Ai I pyeti si ishin dhe tha, ati juaj për të cilën më keni folur. A është mirë? A është ende gjallë? Ata ju përgjigjen, shërbëtori yt, ati ynë është mirë, jeton ende, dhe e nderuan duke u përkullur. Pastaj Jozefi ngriti syt pa vëllain e tij Benjaminin, birin e nësë tij dhe tha, ky është vllai juaj më I vogël për të cilin më folët? Dhe shtoi, Perëndia të ndihmoft biri im. Atëherë Jozefi nxitoi për të dalë jashtë, sepse ishte mallëngjyer thellë për shkak të vllait të tij dhe kërkonte vend ku të qante. Hyri kështu në dhomën e tij dhe qau aty. Pastaj lau fytyrën dhe doli, duke I dhënë zemër vetes, tha, shtrojeni drekën. Dreka u shtrua veçmas për të, veçmas për ata dhe për egjiptasit që hanin veçmas nga ai, sepse egjiptasit nuk mund të hanin bashkë me hebrejnë, kjo do të ishte një gjë e neveritshme për egjiptasit. Kështu ata ulën përpara tij, I paralindur sipas së drejtës së tij të parabirnisë, dhe më I riu sipas moshës së tij dhe e shikonin njëri tjetrin me habi. Dhe Jozefi urdhëroi që t'u sillnin racione nga tryeza e vet, por racioni Benjaminit ishte 5 herë më I madh nga I secilit prej tyre, dhe pinë dhe u gëzuan me ta. Ky pra ishte kapitulli 43 I Zanafillës. Tani do bëjmë një studim të vogël të këtij kapitulli. Shohim vargun kyç që është vargu 14. Perëndia I gjithëpushtetshëm ju dhënë mëshirë përpara atij njeriu, bekimi që Izraeli ju bën bijve të tij. Për mbledhja e kapitullit 43 të Zanafillës, Uria vazhdon dhe familja e Jakobit detyrohet të kthehet në Egjipt. Jakobi me zemër të thyer pranon ta dërgojë Benjaminin. Juda merr përgjegjësinë për të duke treguar një ndryshim të madh në karakter. Në Egjipt, Jozefi shef Benjaminin dhe zemra e tij preket thellë. Ai pret vëllezërit me bujari dhe përgatit një tryezë për ta, duke treguar se pas provës po afrohet pajtimi. Amen, ai kishte vënë në provë. 4 mësime që nxjerrim nga kapitulli 43 I Zanafillës. Mësimi I parë, besimi shpesh kërkon dorëzim. Jakobi duhet të lëshoj atë që e do më shumë dhe të besoj Perëndin. Mësimi 2. Pendesa e vërtet sjell ndryshim karakteri. Juda që dikur e shiti Jozefin, tani merr përgjegjësi për vllain e tij më të vogël. Mësimi 3. Mëshira e Perëndis hap dyert e frikës. Jakobi lutet për mëshirë dhe Zoti hap rrugën. Mësimi 4. Perëndia përgatit tryezën përpara pajtimit. Bujaria e Jozefit tregon se hiri po vepron përpara zbulimit të plot. Haleluja. Lavdi Zotit, sa I mirë është Zoti jon, sa I mëshirshëm është Zoti. O Zot, dhe mirësia e tij vazhdon nga brezi në brez. Këtu tregohet karakteri I Jezusit
Përmjet karakterit të Jozefit edhe mëshirës së tij, tregon dhe karakterin e Jezusit se sa i mëshirshëm dhe sa i mirë dhe si e shtron ai tryezën përpara nesh kur ne pendohemi dhe pajtohemi me Ati nëpërmjet tij. Haleluja. Tani bëjmë një lutje duke medituar rreth këtij kapitulli së bashku. O Perëndi gjithë pushtetshëm, faleminderit për mëshirën tënde që na paraprin. Na mëso të dorëzojmë atë që na dhëm më shumë, të ndryshojmë aty ku zemra jon ka nevojë dhe të besojmë se ti po përgatit pajtim edhe kur ne kemi frikë. Na udhëhiq nga frika në besim dhe nga fajësia në hir. Lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. 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 Tani i hapim së bashku Biblat në kapitullin 44 të Zanafillës, kapitulli i fundit që do lexojmë për sot. Jozefi vë kupën në trastën e Benjaminit. Jozefi i dha këtë urdhër kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij. Mbushi trastat e këtyre njerëzve me aq ushqime sa mund të mbajnë dhe vëri paratë e secilit në grykën e çdo traste. Përveç kësaj vëre kupën time, kupën bre argjendi në grykën e trastës së mëtëriut, bashkë me paratë e grurit të tij, dhe ai bëri ashtu siç i tha Jozefi. Në mëngjes, sa u bë ditë, i nisën ata njerëz me gomarët e tyre. Sa po kishin dalë nga qyteti dhe nuk ishin akoma larg kur Jozefi i tha kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij: "Ço u ndiqi ata njerëz dhe kur ti kesh arritur thuaj atyre pse e shpërblyet të mirën me të keqe. A nuk është ajo kupa me të cilën zotëria im pi dhe e përdor për të parathënë të ardhmen? Keni vepruar keq duke u sjell kështu." Ai arriti ata dhe u tha këto fjalë. Atëherë ata u përgjigjen: "Pse zotëria im na drejton këto fjalë? Shërbyesit e tu duhet i shmangen i qëndrimit të tillë. Ja pra, ne të kemi rikthyer nga vendi i Kananit paratë që kishim gjetur në grykën e trastave tona. Si mund të vidhni me argjend ose flori nga shtëpia e zotërisë tënde? Ai prej shërbëtorëve të tu, te cili do të gjendet kupa, të dënohet me vdekje, edhe gjithashtu ne do të bëhemi skllëvër të zotërisë tënde." Ai i tha: "Mirë pra, le të bëhet si thoni ju, ai të cili do të gjendet kupa do të bëhet skllavi im dhe ju do të jeni të pafaj." Kështu secili prej tyre nxitoi të ul për tokë trastën e vet dhe hapi. Dhe kryeshërbëtori kontrolloi duke filluar nga më i moshuari dhe duke mbaruar me më të riun, dhe kupa u gjet në thesin e Benjaminit. Atëherë ata e shqyen rrobat e tyre, ringarkuan secili gomarin e vet dhe u kthyen në qytet. Juda dhe vëllezërit e tij arritën në shtëpinë e Jozefit që gjendej akoma aty dhe u shtrin për tokë përpara tij. Dhe Jozefi u tha atyre: "Çfarë veprimi është ky që keni bërë? Nuk e dini që një njeri si unë është në gjendje të parathotë të ardhmen?" Juda u përgjigj: "Çdo t'i themi zotërisë tim, çfarë fjale do të përdorim ose si do të mund të justifikohemi? Perëndia ka rigjetur pa udhësinë e shërbëtorëve të tu. Ja, jemi skllëvër të zotërisë tim, si ne, ashtu dhe ai në dorën të cilit u gjet kupa." Por Jozefi tha: "Larg meje një veprim i tillë. Njeriu në të dorën të cilit u gjet kupa do të jetë skllavi im. Sa për ju, ktheuni në paqe te ati juaj." Atëherë Juda ju afroi Jozefit dhe i tha: "Të lutem zotëria im, lejo shërbëtorin tënd që t'i thot një fjalë zotërisë tim, dhe mos u zëmëro për shërbëtorin tënd, sepse ti je si faraoni." Zotëria im i pyeti shërbëtorët e tij duke thënë: "A keni ju baba apo vlla?" Dhe ne u përgjigjëm zotërisë tim: "Kemi një baba që është plak dhe një bir të ri që i ka lindur në pleqëri. I vllai ka vdekur, kështu ai ka mbetur i vetmi biri në nënës së tij dhe i ati e do. Atëherë ti the shërbëtorëve të tu: sillmani këtu që të mund ta shoh me sytë e mi." Dhe ne i tham zotërisë tim: "Fëmia nuk mund ta lër atin e tij, sepse po të duhet ta linte i ati do të vdiste. Por ti u the shërbëtorëve të tu: në rast se vllai juaj më i ri nuk u zbret bashkë me ju, ju nuk do ta shihni më fytyrën time." Kështu që kur unë gjitëm përsërit e shërbëtori yt, ati im i treguan fjalët e zotërisë tim. Atëherë ati ynë tha: "Ktheuni të na blini pak ushqime." Ne u përgjigjëm:
Nuk mund të zbresim atje poshtë, do të zbresim vetëm në rast se vjen me ne vllai ynë më i vogël, sepse nuk mund ta shohim fytyrën e atij njeriu, po tjetë se vllai ynë më i vogël nuk është me ne. Dhe shërbëtori yt, ati ynë, na u përgjigj: ju e dini që gruaja ime më lindi 2 bij, njëri prej tyre më la, dhe unë i thash, me siguri ai është bërë copetçik dhe ne nuk e pam më qysh atëherë. Dhe po të ma ishni dhe këtë dhe i ndodh në një fatkeqësi, ju do ta kallni në varr pleqërinë time të dhimbshme. Kështu pra, kur të arritë shërbëtori yt, ati im, në qoftë se fëmia nuk është me ne, sepse jeta e tij është e lidhur me atë të fëmijës, do të ndodhë që sa të shohë që fëmia nuk është me ne, ai ka për të vdekur. Dhe shërbëtorët e tu do ta kenë kallur në varr pleqërinë e shërbëtorit tënd, të atit ton. Tani, me qënë se shërbëtori është bërë dorëzan për fëmijën pran atit tim, dhe i ka thënë, në rast se nuk do ta rikthej, do të jem përgjithmonë fajtor përpara atit tim. Lejo pra që shërbëtori yt të mbetet skllav i zotërisë tim në vend të fëmijës, dhe që fëmia të kthehet me vëllezërit e tij, sepse si mund të kthehem tek ati im në qoftë se fëmia nuk është me mua? Ah, mos e pafsha dhimbjen që do të pushtonte atin tim. Ky është e leximi për sot, një moment kaq i bukur ku ata pendohen, edhe mezi presim ta lexojmë së bashku nesër, kapitullin 45. Tani shohim pak me kujdes kapitullin 44 që sapo lexua. Bëjmë përmbledhjen, mësimet dhe meditimin së bashku përpara se ta mbyllim. Vargu kyç është vargu 43, tek Zanafilla 44, vargu 33. Tani pra, le të mbetet shërbëtori yt si skllav në vend të djalit. Kur Juda i thot Jozefit. Përmbledhja e Zanafillës 44, Jozefi i vëvlezit në provën përfundimtare. Kupa e argjënt gjendet në thesin e Benjaminit dhe ai rrezikon të mbetet skllav në Egjipt. Në këtë moment kulmor, Juda del përpara dhe flet me përullësi dhe sakrificë. Ai ofron veten në vend të Benjaminit, duke treguar se zemra e tij është e ndryshuar plotësisht. Juda që ishte ai që donte ta vriste Jozefin vite më përpara. Kapitulli tregon se pendesa e vërtet prodhon dashuri dhe flijim për tjetrin. Aleluja, lavdi Zotit për gjithë të ndryshim që ishte bërë në zemrën e Judës. Tani shohim së bashku 4 mësimet të kapitullit 44 të Zanafillës. Mësimi i parë, pendesa e vërtet provohet me veprime. Fjalët nuk mjaftojnë. Ndryshimi shihet kur dikush është gati të sakrifikojë, si Juda në këtë rast. Mësimi i dytë, Perëndia përdor prova për të zbuluar zemrën. Jozefi nuk kërkon hakmarrje, por shërim dhe pajtim të vërtetë. Mësimi i tretë, dashuria e pjekur e mbron të dobtin. Juda që dikur shiti vëllain e tij, tani mbron Benjaminin me jetën e tij. Sa ka ndryshuar, lavdi Zotit. Dhe mësimi 4, flijimi hap rrugën për pajtim. Gatishmëria për të marrë vendin e tjetrit është hapi i fundit përpara faljes së plotë. Haleluja. Haleluja. Pra, Jozefi i vori në provë për të parë gatishmërinë e tyre për të mbrojtur të vllain, gjë që se kishin bërë me Jozefin, por tani ata treguan që zemra e tyre kishte ndryshuar plotësisht, edhe ishin shumë pranë faljes. Jozefi e pa që ata kishin ndryshuar tërësisht. Tani bëjmë një lutje medituese së bashku për këtë kapitull 44 të Zanafillës. O Zoti i dashurisë dhe i së vërtetës, faleminderit që ti punon në zemrat tona, derisa të ndryshojnë plotësisht. Na jep zemër që nuk fshihet, dashuri që sakrifikon dhe guxim për të marrë përgjegjësi për të tjerët. Na udhëhiq drejt pajtimit të vërtet, ashtu si ti na ke pajtuar nëpërmjet Krishtit me veten tënde. Ne lutemi në emrin e Jezusit dhe themi amen, amen, haleluja. Haleluja, lavdi Zotit. Është kaq bekim që ishim së bashku
dhe të lexonim së bashku nga Bibla, kapitulli 41, 42, 43 dhe 44 të Zanafillës. Nuk e di, nëse dikush ka lutje, lutem që t'i shkruani dhe të lutemi së bashku për çdo motër ose vëlla që ka lutje. Edlira, përshëndetje motra dhe vëllezër të bekuar. Bazirem, përshëndetje dritë, shumë bekime mbi ju. Me sa shikoj, nuk e shkoj të dikush lutje. Por nëse dikush ka lutje, mund të shkruaj tani, dhe nëse nuk ka, bëjmë lutje të përgjithshme për të gjithë. Edhe e mbyllim dhe takojmë nesër së bashku. Nuk ka. Haleluja. O Zot besnik, faleminderit për fjalën që dëgjuam sot, faleminderit që na kujton që asgjë nuk humbet në duart e tua, dhe se çdo pritje ka një qëllim. Na ndihmo të ecim me urtësi si Jozefi, me porulësi si vëllezërit që pendohen dhe me besim në planin tënd të përsosur. Le të mos jemi vetëm dëgjues të fjalës, po zbatues së saj në jetën e përditshme. Zoti t'ju bekoj dhe t'ju ruaj. Ju që jeni duke dëgjuar tani dhe ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë live. Ashtu si Zoti i dha Jozefit urtësi për kohën e bollokut dhe qëndrueshmëri në kohën e uris, ashtu ju dhënte edhe juve urtësi në vendime dhe durim në pritje dhe paqe në çdo rrethan. Zoti e ndriçoft fytyrën e tij mbi ju, t'ju mbuloj me hir dhe t'ju çojë nga sprova në pajtim dhe bekim në emrin e çmuar të Jezusit, ne lutemi dhe themi Amen. Amen. Qofshi të bekuar ndër breza. Lutem për paqen dhe gëzimin e Zotit, të mbushit sot shtëpitë tuaja, jetët tuaja. Edhe Zoti t'ju përdori dhe t'ju ngrer nga lavdia në lavdi për të madhështuar emrin e Tij në jetën tuaj nëpërmjet jush. Jeni instrumenta të bekuar në duart e Perëndisë tuaj. Dëgjojmë sërish nesër, ju përqafoj me dashurinë e Krishtit, edhe me si pres të dëgjohemi nesër bashkë dhe të lexojmë kapitujt në vazhdim. Zoti ju bekoft.